Komisioni Evropian ka komentuar tërheqjen graduale të trupave të KFOR-it nga ura e Ibrit në Mitrovic, për çka ka thënë se pret koordinim efektiv dhe konsultime kuptim plota ndërmjet komunave të prekura dhe institucioneve qendrore të Kosovës për hapjen e urës kryesore. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Anita Heper në një konferencë për media tha se qëndrimi i BE-s për urën mbetet i qartë. Qëndrimi ynë për urën ka qenë gjithmonë i qartë, ajo duhet u shërbejë të gjitha komuniteteve dhe të lidhë. Kërkojmë koordinim efektiv dhe konsultim të mirëfillt ndërmjet komunës dhe institucioneve qendrore. Po ashtu, policia e Kosovës duhet të garantojë sigurinë dhe mbrojtjen e të gjitha komuniteteve në përputhje me parimet demokratike, të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit, në mënyrë që të gjithë të ndihen të sigurt. Sipas Heper, BE-ja ka shpenzuar me miliona euro për rivitalizimin e kësaj ure që lidh dy anët e Mitrovicës. Ura tashmë është e hapur për këmbësor, por ende jo për të gjithë. Ne kemi bërë vlerësimet tona, janë ndërmarrë hapa drejt kësaj dhe qëndrimi ynë mbetet se ende nevojitet koordinim efektiv dhe konsultim domethënës të cilin e presim dhe i cili duhet të përmirësohet. Ndërkohë për urën e Ibrit ka folur përsëri presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka paralajmëruar se do t'i drejtohet sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, për t'i kërkuar që ura mbi lumin Ibër të mos hapet për qarkullim. Toko mosta na Ibru nikada nije bilo moguće. Këtë po e bën Turku, komandanti i KFOR-it, sot do t'i shkruaj Mark Rutes dhe shpresoj që t'i përgjigjet letrës sime dhe ta pranoj kërkesën time që kjo të mos bëhet. Për mua ky është një turp i madh, një zhgënjim. Kjo na tregon se nervozizmi ka hyrë në radhat e tyre. Nuk din se si ta detyrojnë Serbinë ta pranoj Kosovën e pavarur. Këto deklarata vijnë pasi 8 ditë më parë KFOR-i bëri të ditur për tranzicionin gradual të pranisë së përhershme në këtë urë, pas përmirësimit të situatës së sigurisë në Kosovë.